pavarësisht akuzave, pavarësisht tendencave të Beogradit se kjo ushtri ka qenë një ndërmarrje kriminale, pavarësisht tendencave tepër të organizuara të lindjes për t'ju kundërvënë demokracisë së vërtet që ndihmonte popujt në pushtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të NATO-s, si një organizatë politike ushtarake, duke e fajsuar edhe drejt për së drejti Amerikën, NATO në Europën, se gjoja se në Kosovë kanë mbështetur një lëvizje kriminale.